Kryeministri britanik Keir Starmer po zhvillon vizitën e tij të parë në Kinë pas 8 vitesh, duke synuar të forcojë marrëdhënie diplomatike, bashkëpunimin ekonomik dhe sigurinë ndërkombëtare. Vizita vjen në një kohë kur ekonomia britanike po përballet me rritje të ngadaltë, ndërsa Kina përballet me rënje të kërkesës së brendshme dhe tensioneve tregtare me Shtetet e Bashkuara. Starmer udhëhoqi një delegacion të madh biznesi duke përfshirë sektor ku Britania ka avantazh si shërbimet financiare, farmaci dhe arsimi për të tërhequr më shumë investime kineze. Kina mbetet një nga tregjet më të mëdha konsumatore dhe një burim i rëndësishëm investimesh të huaja. Gjatë takimit me Xi, Starmer i dhuroi presidentit një top futbolli të përdorur në ndeshjen Manchester United Arsenal, duke përdorur futbollin si një mjet lidhje personale dhe diplomatike. Megjithatë, dallimet mbeten të mëdha në të drejtat e njerëzit, spionazhin dhe lirinë e medias, të cilat nuk mund të fshihen plotësisht nga diplomacia zyrtare. Një nga rezultatet kryesore të vizitës ishte nënshkrimi një marrëveshje të re bashkëpunimi mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Kinës për të parandaluar trafikun me gomone drejt Bashkimit Evropian që shpesh përdoret nga bandat për të kaluar kanalin e Anglisë. Më shumë se 60% e varkave të vogla të përdorura nga trafikantët vitin e kaluar ishin të prodhuara në Kinë. Marrëveshja do të mundsojë veprimet të përbashkëta ligjzbatuese, duke ndaluar furnizimin me motor dhe pajisje që arrin tek rrjetet kriminale. Marrëveshja parashikon intensifikimin e deportimeve për personat pa të drejtë qëndrimi në Mbretërinë e Bashkuar dhe bashkëpunim më të ngushtë kundër prodhimit dhe trafikimit të opioideve sintetike, të cilat kanë shkaktuar mbi 750 vdekje në Mbretërinë e Bashkuar, që nga fillimi i vitit 2023, më shumë se 950 gomone dhe motor janë sekuestruar, ndërsa 40.000 tentativa për të kaluar kanalin janë parandaluar. Marrëveshja britaniko-kineze forcon bashkëpunimin ndërkombëtar dhe ndjek modelin e marrëveshjeve ekzistuese me Francën, Gjermaninë, Irakun dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Starmer theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për të siguruar ekonominë dhe jetën e qytetarëve britanik, duke quajtur vizitën një përpjekje për t'i kthyer Britaninë në një rol udhëheqës ndërkombëtar. Ai shtoi se marrëveshjet e nënshkruara do të ndihmojnë edhe në parandalimin e rreziqeve për jetën, ndërprerjen e modeleve kriminale dhe forcimin e kontrollit mbi kufijt.